Sheikh Zejdi rahimahullah thot se ky hadith përmban disa dobi ma vështore. Dobia e parë, kujdesi i madh dhe përpjekje të mëdha që njeriu me net ose me shku dhe me net në mexhliset e njerëzve të mirë, që ai përfiton nga ata kuptim në fe dhe urtësi, e cila është urtësia, do më thonë qelsi i hajrit. Do thonë me u kujdes, me bo përpjekje, me u lof. Se shikoni ky sahabi radiallahu anhu i qëndron të pejgamberit alayhi salatu sallam ke dera aty. Te dera nuk ishte domethënë pasuri. Edhe kur i vjen një ofertë e tillë, nëse e themi me gjuhën tonë bashkohore kështu, një ofertë e tillë kaq madhështore, i thot prijesi i bijeve të Ademit, sel kërko çka dushti, ai thot unë kërkoj me qenë me ty, domethënë me qenë me ty në shoqërinë tënde në xhennet. Dhe kjo tregon domethënë se pasuesit e sunetit, njerëzit e sunetit domethënë sinimi i tyre është ahireti. E kundërta e xhavarixhve. Xhavarix si ka thënë domethënë Hasan al-Basri radiallahu anhu wa rahima, ashabu dunja, janë njerëz të dunjas. Dhe ai që ka qenë rojtari i arkës së shtetit të muslimanëve kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, gjë e parë që kanë bërë xhavarix, kur e kanë vrarë Uthmanin radiallahu anhu, e kanë plaçkit arkën e shtetit. Këti domethënë i ofrohet dunjaja, ky thotë unë dua me ty me qenë në xhennet. Kjo dunja nuk ka vlerë për mu. Edhe kështu është domethënë edhe Sheikh Rabia. Edhe nëse u plasin hundat atyve të gjithëve. Sheikh Rabia thot, unë prej vogël kur kam qenë, nuk kam pas dëshirë në pas pozita. Bile Sheikhu thot, kur kam lexuar Riyadus Salihin, sa që zemra nuk më fluturoi. Se aty e njoftoj shon pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe vlerat dhe virtytet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sheikh Ubejdi rahimullah kur i kanë kërku me shku në Lejnatu Daima, ka thënë ti shikohe Sheikh bin Bazit isha përgjigj. Tash nuk shkoj. Nuk janë domethënë njerëz dunjas. Ata xhavarix po. Edhe sot kësaj dite e njëjta gjë.